të gjithë kanë harruar vrasjen tragjike të një nxënësi të shkollës Fanoli, e cila tronditi mbar vendin dhe krijoi një situatë konvulsive psikologjike me versionet e ndryshme të ngjarjes, me politizimin ekstrem të vdekjes dhe me gazetarinë e gjakut. Në ndërkohë që policia e shtetit dhe natyrisht përmes policisë shtetit, Ministria e Arsimit, Qeveria, u vunë në shënjestër të gjithë farloj spekulimesh, akuzash, sajesash dhe fabrikimesh, të cilat zgjatën jo pak dhe torturuan jo pak familjarët, por edhe gjithë opinionin publik. Unë nuk e kam harruar, siç e kanë harruar të gjithë ata që e përdorën, keq përdorën, abuzuan deri në fund atë tragjedi, sepse e kujtoj për ditë, duke ndjekur pikërisht këtë projekt, që është përgjigja ime dhe përgjigja jonë ndaj asaj tragjedie. Një shtet nuk matet dot me çdo gjë që ndodh, sepse edhe në shtetet më të zhvilluara, me traditat më të konsoliduara institucionale, me sistemet më të sofistikuar administrative, me historitë më të gjata të formimit kulturës shtetërore, ka raste që ndodhin gjërat cilat trondisin mbar opinionin publik. Por një shtet ama matet me se si reagon ndaj çdo gjëje që ndodh. Dhe reagimi ynë në këtë rast është një reagim sistemik, i cili edhe në nderim të kujtimit të një viktime të pafajshme dhe të panevojshme, do të mundsoj që shumë fëmijë, të cilët mund të jenë potencialisht një ditë të rrezikuar, të mos kenë asnjë pasojë, pikërisht sepse ky reagim sistemik do të lëri pas një mekanizëm të sofistikuar, teknologjik, që do të harmonizojë të gjithë përpjekjen e njerëzve, të institucioneve, me aftësitë e pakonkurrueshme të inteligjencës artificiale, dhe kësaj do të mundsojë që parandalimi të ngrihet në një nivel tjetër.